Shikues të nderuar, dal po televizioni u përshëndes si të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Ndërsa në shumë qytete të vendit qytetarët ngrihen në protesta për mbrojtjen e pasurive publike, ekonomisë dhe të ardhmen e tyre, edhe në Gjirokastër po shtohen zërat e pakënaqësisë. Dita e dytë e protestës vjen në një moment ku qyteti po përballet me një nga krizat më të mëdha të viteve të fundit, largimi masiv të banorëve dhe tkurrjen e ekonomisë lokale. Në ditën e dytë të protestës në Gjirokastër, në qytetin që po humbet njerëzit dhe shpresën, ndërsa në shumë qytete të vendit qytetarët ngrihen në protesta për mbrojtjen e pasurive publike, ekonominë dhe të ardhmen e tyre, edhe në Gjirokastër po shtohen zërat e pakënaqësisë. Dita e dytë e protestës vjen në një moment ku qyteti po përballet me një nga krizat më të mëdha të viteve të fundit, largimi masiv të banorëve dhe tkurrjen e ekonomisë lokale. Rrugët e lagjeve historike po boshatisen, bizneset e vogla po mbyllen njëra pas tjetrës dhe të rinjt po zgjedhin emigracionin si alternativën e vetme. Banorët shprehen se mungesa e vendeve të punës, investimeve dhe shërbimeve bazë ka krijuar një klimë pasigurie për të ardhmen. Situata në Gjirokastër pasuron një problem të gjerë kombëtar. Shqipëria po përballet me rënje të popullsisë ku në muajt e parë të vitit 2026 janë regjistruar më shumë vdekje se sa lindje, ndërsa emigracioni vazhdon të zbrazë qytetet e vogla. Protestuesit kanë theksuar se çështja përballë këtyre problemeve nuk është më zgjidhje, sipas tyre, largimi i njerëzve dhe rënja ekonomike janë alarmi i fundit për një qytet që rrezikon të mbetet vetëm me kujtimet e së kaluarës dhe turistët sezonal. Po të shikoni, këta i kanë bërë të gjitha ndërmarrjet i kanë çuar në Tiranë me drejtori spitalesh, me drejtori policie, edhe hipotekat po i çojnë në Tiranë dhe çdo kush nga ju, nëse do të duhet të bëjë një rifreskim hipotekën e SDE, do shikojë që jo vetëm që s'do ta bëj dot, por do dalë edhe pa pronë, pavarësisht se sa ka investuar dhe sa ka harxuar në jetën e tij për të bërë atë top shtëpie. Ja pra, nuk jetojmë në një barazi, në një shtet ku të drejtat e qytetarit duhet të jenë të garantuara, por jetojmë në një shtet ku një person, një individ në zbatim të planeve anti-shqiptare o zbaton me përpikëri këto plane duke i sakatuar njerëzit dhe drejtat e tyre e duke i caktuar njerëzit sikur të jenë thjesht tele ose numra. Megjithatë, ne nuk jemi kundër investimeve. Mori si punto kjo lëvizje bashkëshqiptare nga Zvërneci, nga thurja që i bërën Zvërnecit, mirë po është shitur gjithë Shqipëria në fakt, nuk është shitur vetëm Zvërneci. Ajo që pika që mbushi kupën dhe njerëzit dolën irrituar. Ndoshta edhe mund të përdoren protestat, ndoshta edhe mund të sfumohen, por një vërtet do të mbetet në histori që kjo qeveri është një nga qeveritë më anti-shqiptare që ka parë historia e kombit shqiptar prej mijëra vjetësh dhe ky satrap do të mbetet në histori si një nga satrapët më të mëdhenj që ka sunduar ndonjëherë në Shqipëri dhe po sundon. Nuk kemi këtu për pjesën e politikës, rimbledhur për dignitetin tonë. Dignitetin e këtyre fëmijëve të vegjël dhe fëmijëve të cilët i shohin çdo ditë në rrugë. Dignitetin e ardhmen e këtij qyteti i cili zbrazet pothuajse çdo ditë. Jemi në 2026. Mos harrojmë që përpara disa ditësh ose përpara disa muaj ishte ku një nga qytetet më të larta ndoshta në historinë dhe në pozicionin gjeografik arriti u përmbyti. Ishte 35 vite që nuk ndodhte që Gjirokastra të përmbyti. Dhoni ju është fatkeqësi natyrore, po është fatkeqësi natyrore. Ama pastrimi i kanaleve, i cili mungon për vitesh, nuk është fatkeqësi natyrore, por është neglizhencë e gjithë politikës dhe gjithë drejtuesve të cilët e kanë drejtuar bashkinë e Gjirokastrës. Në qoftë se vërtet ai quhet antilegram ashtu qoftë, sepse ngrin shqetësimin që se mos nuk na vijnë turistët ka anullime. Turistët kur mos ardhin, po nuk u bë ky vend një herë të parë për ne, që jetojmë ne këtu të parë. Pastaj turistët vinë dytët, ne s'kemi kushtet bazike. Unë personalisht kam ardhur, siç thash dhe dje, për kalan që po shkatrohet, për këndet e lojrave të fëmijëve që nuk ka. Kam ardhur për tregun e fruta perimeve që është si te kaçi në Indi. Është bërë domethënë kanë premtuar që ta bëjnë, po nuk e di kur ta bëjnë kur të zinë njëri kollofruthi. Kam ardhur për ndriçimin, që është turpe faqe të zezë, sidomos nga krau i Kalazë në gjithë qytetin. O vi njeriu na futi gjishtres në sy, nuk o marrin vesh domethënë se ç'bëhet. Është halli i madh domethënë pa drita në 2026. Kam ardhur gjithashtu për spitalin që e dini vetë se si është ka të ndisur. Megjithatë këto nuk kanë asnjë vlerë. Në qoftë se ne nuk do të arrijmë të kuptojmë një diçka që jetojmë në një vend, një mrekulli që na kanë lënë të parët,
dhe jemi aq të pasur, por nuk e kuptojnë, sepse jemi aq shumë të vjedhur, sa që këtu domethënë kemi arritur dhe jemi të goditur nga sindroma e Stockholmit, megjithatë njerëzit po fillojnë të zgjohen. Është një qytet që përveç madhështisë ka njerëz të urtë në kuptimin e të gjitha fjalëve. Këta po e bëjnë maksus këtë punë për të na zbuar ne nga shtëpitë tona, për të bërë një agjendë të popullimit dhe shpopullimit në Shqipëri, për të na blerë pronat dhe shtëpitë me një copë buke, se kështu është kjo punë, dhe pastaj këta nesër i gëzojnë këto të mira që ne kemi. Jep doreqe, jep dirama fare keqe, jep doreqe, jep dirama fare keqe, jep doreqe. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Teksa është mbajtur protesta e 9 qytetarëve edhe në kryeqytet, por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, për mbi 4 orë, protestuesit kanë kundërshtuar projektin e Zvërnesit, ndërsa është pasuar me kërkesën e ndërheqjes së kryeministrit Edi Rama për shkak të pakënaqësive të mëdha që kanë nga keqeverisja e tij. Ashtu sikurse ditët e tjera, marshimi nisi nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë, ku dhe mbajtën fjalime nga ana e qytetarëve, ndërsa është raportuar se më datë 10 qershor pritet të mbahet një protestë kombëtare në kryeqytet. Me një pjesëmarrje të gjeneratës Z, nuk munguan as ditën e djeshme pankartat e frymëzuara nga Mehmet, por një nga banderolat që ka tërhequr vëmendjen me bishkrimin nuk i ke larë hesapet me studentët. Paralelisht, protestat janë mbajtur edhe në Durrës, Shkodër e Vlorë. Vendi ka hyrë në një spirale të kurrje dhe plake të shpejtë të popullsisë, kur çdo vit po shkakton ndryshime të forta. Sipas shifrave zyrtare të popullsisë më 1 janar 2026, numri total i banorëve ka pësuar një rënje prej mbi 27.000 personash brenda një viti, duke u reduktuar me 1.2%, por besha e moshave të reja po zbehet me shpejtësi, ndërsa grupi i moshuarve po poson rritje të ndjeshme, veçanërisht në grup moshat më të thyera. Balanca demografike po anon me shpejtësi nga moshat shumë të thyera, të dhënat tregojnë se grup mosha më e re, ajo nga 0 deri në 4 vjeç, ka një të kurrje me 2.3%, duke u pakosur me rreth 2477 fëmijë më pak vetëm në 2025. Ky trend negativ thellohet edhe më shumë tek moshat e reja dhe ato në prag të hyrjes në tregun e punës. Rënjet më të mëdha vjetore janë regjistruar të rinjtë e moshës 25 deri 29 vjeç me një të kurrje prej 4.4%, apo rreth 5955 persona më pak se të grup mosha 30-34 vjeç, e cila ka shënuar të kurrjen më të fortë me 4.7%, që përkthehet në 6853 individ më pak. Kjo rënje e moshës aktive për punë dhe çifteve të reja reflekton jo vetëm rënien e lidhshmërisë, por edhe ndikimin e vazhdueshëm të migracionit të moshave produktive. Popullsia që përfaqëson grup moshat e reja 0 deri në 34 vjeç ka pësuar një rënje me 33.000 persona vetëm në një vit, e barabartë me madhësinë e bashkisë Kurbin. Përveç plakjes së brezit të bullmit të lindjeve, rritja e gjatësisë po ndikon në rritjen e personave të moshuar. Efekti më i drejt për drejt po ndihet në tregun e punës, me të kurrjen e fortë të grup moshave kryesore produktive dhe riprodhuese. Përmarrjet dhe institucionet do të përballen me një mungesë akute të krahut të punës, forcës inovatore dhe profesionistëve të rinj. Kjo po detyron shumë sektor të mbështeten tek një forcë pune më të moshuar ose të kërkojnë zgjidhje alternative përmes automatizimit dhe importit të punëtorëve të huaj. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmash. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.